Janë bërë më shumë se 2 muaj që është lansuar portali Gjakova. Tani më të gjithë qytetarët, por edhe ata që ndodhen jashtë Gjakovës, kanë mundësinë që në çdo moment të kyçen në të dhe të kenë çdo lloj informate për qytetin e Gjakovës, institucionet publike si dhe bizneset e ndryshme që veprojnë aktualisht. Armend Bokshi, drejtori i Drejtorisë për Administratë dhe Personel, thotë se ky portal ka pasur një sukses të jashtëzakonshëm që nga fillimi, me 25.000 vizitorë që nga lansimi i tij. Çdo ditë rritet numri i atyre që kërkojnë të hapin llogari në portalin e qytetit. Kemi organizata lokale të cilat e regjistrojnë organizatën e vet në portalin e qytetit. Njëkohësisht kemi shumë biznese të cilat tashmë janë regjistruar dhe vendosin fotografi apo vendosin meny, por njëkohësisht edhe nga ana komune se kemi bërë azhurnimin e përditshëm të portalit të qytetit sa i përket informimit për qytetar, si dhe projekteve që do të jenë të ardhmen. Gjithashtu tek pjesa e projektit apo projekteve komunale, tashmë janë vendosur edhe projektet për vitin 2016 që do të jenë si projekte nga ana e investimeve kapitale që do të zhvillohen gjatë këtij viti. Krahas kësaj, Komuna e Gjakovës ka menduar edhe të bëjë hapa konkret në lidhje me promovimin e mëtejshëm të kësaj webfaqeje. Jemi në punim e sipër me UNDP-n, është financim që do të bëhet nga UNDP-ja, ku do të shtypim broshura për të ndara në sektorin e biznesit, në sektorin e shërbimeve komunale. Do të kemi printim të materialeve si lapsa, stilolapsa, broshura të vogla apo stikera të vegjël, ku vullnetarët do dalin dhe do t'i shpërndajnë për të gjitha baret apo bizneset e vogla dhe të mëdha që janë në komunën e Gjakovës, me qëllim që të promovojnë sa më shumë mundësinë t'ju tregojnë se çka ofron portali i qytetit. E që nga fillimi i realizimit të këtij projekti, qëllimi ishte që të rritet transparenca. Në lidhje me këtë ai përmendi raportin e fundit nga organizata ecmëndryshe ku Komuna e Gjakovës ka dalë para në rrafshin e Dugaxhinit sa i përket rritjes së transparencës dhe llogaridhënies ndaj qytetarëve të saj. Ai u shpreh se një nga pikat kyçe ku ata janë bazuar për një vlerësim të tillë është lansimi i portalit Gjakova. Këto institucione që bëhen përfshina